Unë mendoj që dashuria është luks, sidomos sot. Kur e gjejmë duhet ta shijojmë për aq kohë sa e kemi. Nuk është titull pronësie, nuk kemi të drejtën të drejtojmë dikë, ta dirigjojmë dhe ta quajmë si pronë tonë, nuk bëhet me kontratë dashuria. Kështu që për sa kohë e gjejmë së pari dhe e kemi, duhet ta shijojmë. Momentin që kuptojmë këto ndërhyrjet nga jashtë, tërhiqemi dhe vazhdojmë jetën tonë neve dhe jetën tonë partneri pa ndikuar në mirëqenien tonë, domethënë sepse jo për hir të tradhtisë apo të një tjetri ne do të shtypim qoftë veten, qoftë tjetrin. Jemi qenë të tjera. Për mua dashuria është unë, ti dhe i treti, kur i treti jemi ne të dy. Okej, shumë bukur. Anila? Formule re kjo. Filluam pushimet, ju lutem mos na tradhthoni nëpër plazhe. Po ti pa në plazh aty është tërqefi. Po le tani. Që në tërqefi që i bën syt si radar. Aty është tërqefi. Ja dash tani, më that mesazhin, ja dash. Po tani nuk ka nevojë që të ishte mesazh pozitiv, se u gri me mesazhe pozitive. Teva një mesazh negativ këtu. Lutem që të gjej njërin që na do të dyve. Gjë, kjo ishte e madhe, bravo. Bravo Tea, bravo Tea. Mirë, Erion, keni një mesazh për tradhtin? Kam një mesazh. Në rast se tradhtoni, të paktën shtriuni në Dorelan. Jo në Dorelan. Ju s'mund të ndyni emrin Dorelan me tradhti. Ata që përdorin Dorelan do t'jenë vetëm besnik. Bese, është fjalia Dorelani, sjell besnikri. Pse? Sepse kur ti në Dorelan, e bën tërë qefin tamam. Dhe nuk e nevojë për qef ekstra. I le pashiti. Pra e lutem, tratoni me dy shekët e tjerë, jo me Dorelan. Kaq. Mirë, kjo ishte vëndshja dhe bardhazia gjithashtu. Jo, më kemi monologun. Kemi monologun, na falë.